Kombëtarja shqiptare e futbollit do të luajë të shtunën në arenën kombëtare përballë Serbisë, pa tifozat kuqezi në krah të tyre. Grupimi më i madh i tifozëve të kombëtares ka njoftuar përmes rrjeteve sociale se nuk do të jenë në tribuna për ndeshjen Shqipëri-Serbi më 17 qershor, duke deklaruar se kjo është hera e dytë në 21 vite që diçka e tillë ndodh dhe në të dy rastet po përballë shkijive. Në një reagim të fortë në rrjetet sociale, tifozat kuqezie krahasojnë këtë situatë me ndeshjen e vitit 2014 në Beograd, kur u ndaluan nga autoritetet serbe. Këtë herë, sipas tyre, janë miqtë e shkijive, pra FSHF-ja që po i përjashton. TKZ pretendon se nuk kanë marrë pjesë në farsën e organizuar nga FSHF-ja me pretekstin e një shorti për shpërndarjen e biletave të kësaj sfide, short të cilin e konsiderojnë një skem të parapërgatitur për të favorizuar agjenci turistike dhe shitjen e biletave në treg të zi me çmime të papërballueshme. Sipas tyre, sistemi i ri i shitjes së biletave është i ndërtuar për të përjashtuar besnik dhe për të përmbushur tribunat me klient politikan e të pasur. Futbolli është kthyer në një event për të pasurit. Biletat arrijnë deri në 1000 euro dhe për një familje shqiptare është pa imagjinueshme të shpenzojnë 600 euro vetëm për të parë një ndeshje, thuhet në deklaratë. Ata akuzojnë FSHF-n për hipokrizi pasi pretendimi për gjithë përfshirje, sipas të TKZ-s, në të vërtetë është përjashtimi atyre që kanë ndjekur kombëtaren për dekada të tëra. Në vijim reagimi i tyre i plot. Tifozat kuqezi nuk do të jenë në stadium. Për herë të parë që nga fillimi, tash e 21 vite, nuk do të jemi në stadium për të përkrahur kombëtaren ton. Në fakt, kjo është hera e dytë. Herën e parë me 14/10/2014 nuk na lan shkijet. Tash më 7/6/2025 nuk po na lejojnë miqtë e shkijve FSHF-ja dhe ata në shtëpinë tonë. Ndryshe nga ndeshjet e mëparshme ku anëtarët tanë u organizuar për të siguruar bileta në sektorin tonë tradicional, këtë herë nuk morën pjesë në farsën e organizuar me pretekstin e një shorti të rem. Ky sistem i ndërtuar për të garantuar bileta për agjenci turistike dhe më pas për të ushqyer pazaret e zakonshme është thellësisht i padrejtë dhe i papranueshëm. Absurdi i kësaj ndeshje qëndron te hipokrizia e vazhdueshme e FSHF-s, e cila predikon gjithë përfshirje, por në realitet përjashton tifozët e vërtet, ata që e kanë ndjekur kombëtaren për më shumë se 21 vite. Futbolli është kthyer nga një aktivitet popullor në një event ekskluziv për të pasurit, ku çmimet e biletave variojnë nga 150 deri në 1000 euro. Është e paimagjinueshme që një familje shqiptare mesatare, një prind me bashkëshorten dhe 2 fëmijët, të duhet të paguajë rreth 600 euro për të ndjekur një ndeshje, aq sa kuston një javë pushime në qershor. Kjo është politika përjashtuese e Federatës Shqiptare të Futbollit. Nëse nuk je i pasur, nuk e vend në stadium. Por jo të gjithë janë milionerë, si presidenti i FSHF-s dhe rrethi i tij. Gjithë përfshirja i ka të gjitha brenda përveç TKZ-s. Aty janë agjencitë e udhëtimit dhe politikanët, por vetëm besnikët e përjetshëm jo. Diçka e tillë nuk është parë kurrë. Le të fitojë një herë kombëtarja.